Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do ta besoni, vetëm një kastravec në ditë dhe thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Që nga kohërat antike, kastravecët janë përdorur si vakte, por edhe në mjekësi tradicionale. Kjo sepse në vende të ngrohta, si për shembull India, kastravecët sigurojnë hidratimin dhe freskinë e nevojshme për trupin dhe ky nuk është përfitimi vetëm që ofron ky frut. Kujtojmë se kastraveci është frut dhe jo perime. Do të mbroheni më mirë nga sëmundjet neurologjike. Gjithashtu, fisetini i pranishëm të kastravecët është identifikuar për rëndësi në shëndetin e mirë të trupit. Kastravecët përmbajnë gjithashtu fosfor dhe mungesa e fosforit gjithashtu lidhet me një rrezik në rritje të sëmundjeve njohëse. Pra, ngrohja e kastravecave patjetër që do të mbajë trupin tuaj dhe mendjen tuaj të mprehtë dhe të përqendruar. Mund të humbisni në peshë shumë shpejt. Përmbajtja e lartë e ujit të kastravecët ju ndihmon të ngopeni më shpejt duke kontrolluar kështu mbi ngrënien. Kastraveci nuk përmban yndyra dhe është një frut me pak kalori, prandaj është një zgjidhje e shkëlqyer për çdo i cili dëshiron që të humbas në peshë. Tretja do të përmirësohet. Kastravecët përmbajnë fibra dietike dhe një sasi të mirë të ujit, të cilat ndihmojnë në tretje. Vitamina e cila është e pranishme te kastravecët ndihmon gjithashtu për të përmirësuar funksionimin e sistemit tuaj të tretjes. Konsumimi i një kastraveci çdo ditë mund të zgjidhë probleme të cilat lidhen me lëvizjen e zorrëve. Trupi juaj do të marrë më shumë hidratim. Rreth 95% e një kastraveci është ujë, kështu që ngrënia e tij çdo ditë përmirëson nivelin total të hidratimit në trupin tuaj, i cili nga ana tjetër ndikon në shëndetin tuaj në një mënyrë tërësisht pozitive. Në qoftë se ju jeni një person i cili harron që të pi ujë, atëherë konsumimi i një kastraveci në ditë mund të jetë një truk i mrekullueshëm për ju. Lëkura juaj do të jetë më e butë dhe gjithashtu me shkëlqim. Kastravecët e mbajnë trupin tuaj të hidratuar, gjë e cila është po ashtu e dobishme edhe për lëkurën. Për më tepër ato përmbajnë edhe vitaminën B, si niacin dhe riboflavin së bashku me vitaminën C dhe zinkun, të cilat janë tërësisht thelbësore për mbajtjen e lëkurës tuaj të pastër, dhe kastravecët gjithashtu përmbajnë acid kafeik, i cili lufton acarimin dhe inflamacionin e lëkurës. Lëndët ushqyese të kastravecit ndihmojnë gjithashtu për të luftuar shenjat e plakjes në lëkurë. Cilësia e flokëve do të përmirësohet dhe nuk do t'ju bien. Vitamina B, e cila është e pranishme te kastravecët, është mjaft e dobishme për lëkurën tuaj dhe njëkohësisht për shëndetin e flokëve. Biotina, riboflavina, niacina, vitamina B5, vitamina B6 dhe C, të gjitha këto kanë një rol të shkëlqyer dhe të rëndësishëm në rritjen e flokëve. Ato gjithashtu parandalojnë humbjen e parakohshme të flokëve dhe thinjat. Shëndeti kardiovaskular do të përmirësohet. Kastravecët përmbajnë kalium, magnez dhe vitamin K. Këto lëndë ushqyese janë tërësisht të rëndësishme për funksionimin e duhur të sistemit tuaj kardiovaskular. Vitamina K gjithashtu shërben si një faktor jetësor në mpiksen e gjakut dhe në rregullimin e niveleve të kalciumit në gjak. Nivelet më të ulta të magnezit dhe të kaliumit janë pikërisht të lidhura me presionin e lartë të gjakut. Konsumimi i rregullt i kastravecit gjithashtu ul nivelet e kolesterolit të keq. Nivelet e sheqerit në gjak do të kontrollohen më mirë. Kastravecët përmbajnë një gamë të gjerë
përbërjesh fenolike, flavonoide dhe po ashtu triterpene. Sipas studiuesve, marrja e shtuar e kastravecit është shumë premtuese në kontrollin e niveleve të larta të sheqerit në gjak. Kockat tuaja do të jenë më të forta. Kastravecët përmbajnë vitaminën K dhe njëkohësisht kalcium. Të dyja këto janë thelbësore për thithjen e kalciumit në kockat tuaja, si edhe për të patur kocka më të forta. Vitamina K është zbuluar se zvogëlon rrezikun e frakturave të kockave dhe gjithashtu luan një rol tërësisht të rëndësishëm në thithjen e kalciumit. Shëndeti juaj dentar gjithashtu do të përmirësohet. Kastravecët përmbajnë molibden dhe fluor, një kombinim i cili riparon prishjen e dhëmbëve. Përmbajtja e kalciumit është mjaft e dobishme edhe për dhëmbët më të fortë. Hormonet do të ekuilibrohen më mirë. Fosfori gjithashtu është një lëndë ushqyese tërësisht kryesore për ekuilibrin hormonal në trup. Ajo gjithashtu ndërvepron me gjëndrat endokrine dhe nga ana tjetër ndihmon në krijimin dhe në çlirimin e hormoneve. Kastravecët përmbajnë rreth 4% të fosforit të sugjeruar për konsum ditor tek të rriturit. Studimet gjithashtu kanë treguar se përbërësit e kastravecit janë shumë të mirë për luftimin e shumë sëmundjeve në trup. Gjithashtu, kastravecat mund të parandalojnë edhe erën e keqe të gojës. Thjesht ju duhet të prini një copë kastraveci, e vendosni në gojë dhe e mbani për 1 minutë. Për shkak se kastraveci ka veti antibakteriale dhe këto veti i vrasin të gjitha bakteret që janë përgjegjëse për erën e keqe të gojës, ju do të vëreni se brenda pak minutave do të hiqet era e keqe e gojës. Përqindje e lartë e vitaminës B. Një ndër përfitimet më të vlefshme të kastravecave është se përmban një sasi të madhe të vitaminës B dhe trupit i duhet kjo vitaminë çdo ditë. Prandaj, konsumoni kastravec për të furnizuar trupin tuaj me këtë vitaminë. Sistemi i mirë i tretjes. Konsumimi i kastravecit çdo ditë e përmirëson shëndetin e përgjithshëm. Gjithashtu, kastraveci është i pasur me ujë dhe me fibra. Ndërkohë, kastraveci dhe përqindja e lartë e tij në ujë duket se i dhuron trupit të gjithë vitaminat thelbësore dhe shumica e vitaminës C që ka kastraveci gjendet në lëvoren e tij. Prandaj, nutricionistët këshillojnë që ju të konsumoni kastravecin së bashku me lëvoren e tij. Ndërkohë, nga ana tjetër, kastraveci forcon imunitetin dhe ka aftësi të jashtëzakonshme në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Përqëndrimi i lartë i ujit të kastraveci e bën atë një aleat mjaft të dobishëm kundër dehidratimit. Në këtë video ju do të mësoni më shumë se çfarë mund të bëjë kastraveci për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Përmbajtja e vitaminave dhe mineraleve të kastravecit e bën atë tepër të dobishëm për shëndetin, veçanërisht për ata të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Konsumimi i vazhdueshëm i kastravecave çon në mënyrë të pashmangshme në stabilizimin e tensionit të lartë të gjakut. Ulja e tensionit të gjakut. Njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i gjakut duhet që të konsumojnë kastravecë rregullisht. Ekspertët rekomandojnë që në momentin që tensioni i gjakut tuaj rritet, duhet të konsumoni kastravecë për ta ulur atë sa më shpejt dhe për ta stabilizuar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni
video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.